O, dullove. O, selam aleikum Enis. Aleikum selam. Saban. Allah qeve. Si shko? O, valla, mirë veçe. Hajde Allah i kom. Amin edhe ti, inshallah. Si e? Qka va me ku je ube ti? Valla, qeve Enis. Po? Gjami në shpi, kom me shku qërë këmbës. Po delve njeri mas të ravije një kafe një sene pe? Allah po bodi s'pun po, O, Enis, më kom punë veç e del me skapës. Shumë një shko. Po pësebe, qëfar gajle kive du? Po është zotin, qëfar gajle kije? Qëka du të mënu? Po, Enis, me va. E kena dhe me motër, është tash që kënë para 2-3 natëve niftar të na. është ato zvejtë si ki kushtet. Po këshirën e banë e dajtën vatën për një mujë me e për cilë. Ej, po helikopter du. Pa, e dërëstojën, si mas një mujve, si mas 6 mujve, e ka pas me shku, vëlla. Po sena be, hazër be Enis. Qish ba, hiq si një po hazëra? Po Enis, ta të drejtën e patëm dishka damë. Po nënën se patëm të smunë të dishke prioritet me bo operaci. Në që të parë që i patëm në shku. E që shënë në është ti? Ej, ma mirë është vishtë, Po ma të mirë. shqyqera e që janë mirë, këta qire bombe të lo. Po e di me vla, po më dhimë që e më të rejnë me jo, e rej. Ase me lakma, e ka qëpë këtë se me përcilë që të shqyqit e veta, me këtë kushtë. Shka me ba? Dullo, bile për ti s'do të me një këtë lafe, ti bile që i falë 5 vakt namasën, të kuptoj motër e ki, të me po që shumë më smirti, dhimët. Po beso se kime e po, beso se këtë senet kemi aplëtsu. Ku e di Venis, ba? Edhe një mujtit nuk janë shumë. E se më dhimët, Allah, e rej. Ose në edhe i venë sikur me më gushtu, sikur me për zonë. Ose ta e bajo lipë për qëtë e veta, Allah, si qëtë e veta që i ka për cilë që shtë dojë ajo, lakno. Që të bëj? Hajde më se banë qashtë madhe, hajde. Hec, qushko ka shpija dhe... Ndryshe e pak ftirën, du të të shaj dulla që je së herë, tu keshe të folë. Jo, je bojë mërzitëshëm. Hec, më stani se ketë kanë më bo. Shko ka shpija, hec. Qërëm? Boj mese dhe vetë s'ki me di se ka me ta pru zotë. Po valla po, hajde isme. Hajde. Edhe me ju pas lipë se së në takosh mi valla. Qish më nejna kur ju pashtash, do të hajde ulimi pak që ati se e kena në mabet. Ulli. Po. Oj, Allah i letë shpynë që ja kalu me këtë Ramazan. Apo jo më nënë heqa, jo a. Po e lebra se gjëna është me thonë. Freskët. Po, valla. Të shkojnë. Këtëherë 40 gradë plus, nëzet dita gatë, edhe ja, mashallah, ja këm dollë. Po valla. Po i kojtë 18 vjeti, ka kjo punë më shumë. Po. Qështu? 14 vjetë, dojë. Oj, po dhe po ty si 40, si 10, si kërë po kërë, gjumin sa prish ty heqë. Gavre, o në vakët ti fali. E sa për gjemë, ma kore, vëllaj, s'kam që kam e bo. Jeme më të bëna i kore, nuk ka punë kjo me fjetë, të nditën. Ej, lenja i garët, po i kumë thirë pak si me punë, po valla pak si urgjent është. Hajde, hajde kështë. E ka në iftar ka Stambulli më në i qitë. Ja për shkojmë, ka shqip një halë në i levrek ma mirë. Lesi të këthima se du të mja veda për limengat në Gepek. E, po ngoni se një me punës serios është. Fal. Cili shoko të nga mungu për momenti këta, e dini ajo? Kena plët shumë, po. E, dollë me të me matis kështë. Ka dollë? Normal be dhe, aj këtu folet gjithë, po. Në Ramazan nuk del nuk këtë përrej. O, ngani be se e kish një halë matë më ka bo me folë vetë me veti valla. A e din motrin që e ka të frijume. Po.
Edhe i kishin pas misht, sikur i thirrën aneshti. Pa një 2-3 netva, ku e di kur tha, niftar. Edhe ato shtyshë interesant valla time, jam feju. Edhe arton kishin da vade për 1 muj ditë me përcjell motrën. Ish ngushtu njeri, kishin met për kërkun hiq, edhe e dini si e voni nanën në operacion, tha çka patëm, tha ke qatin e shkull. Besoj se qatin e kondolt. Më ka bo me fol vetë me veti. Po isha kena më mërzit tash. Këtë kena me përcjell motra, kena përcjell motra. Po artan nuk ka puna aty. Puna është, zero kishin metër. Valla po. Pa shqa zotin po. Shumë e mërziti. Mërzit edhe mu, valla. Marrë ka të drejtën, ma që ti pse se të po. Ajo më të kemi një Ramazan, ti flenë, ti e gjumar, ti fensjarush. Po vaj gërëgjirë, që të mu më boni... Ka që di, valla. Kanë zëmë më jo, shkatë voj, qysh pja voj. Ja na që tash do të gjithë qysh me aktu lëmëtorin me emën zotit, po. Këshire, Fal. i kum da më pik, kum pas do planet dhe se, po një 5500 më gjindër më shpi. Pja ti në venin 1500 muj me i da, me a dhonë pak thim. Si vlla, si shok, do më thonë veç nërmjet neve me mejtë edhe që ato 1500 një jap, pak thim hiq. Nga, zotit rujt po, edhe me po hini një 500 euro. Dyha nuk me nëunë, halal i kopshin, kur mësë mi kaj. Jo, se nësë po dona për 1500 shqyqyrenet i kem, halal i ko. Elhamdulillah, këshire Allah i sa i madhër, se besoni qatë shumë që ngushtova, vallaj, do shta me luftu me qato krejt që ka i kam. Po këshire, mu bo bashke, edhe mu me letësua, sidomos ati mos di që ka të nabe, për Allah i veç va pagujt këtë. Po jo bre burra, na jem shuk. Na shkojna për deti, tu po qepe i lamë një pije 500 euro, shokin tonë me lamë ashtu. Unë për veti, katë me katë halal. Allah të ku. Më stup me ku pro ma shumë, hajde ti edhe të unë e merri që atu, e qoja, po shko vetë qoja. Edhe, kështu kalzoj që mës njët keq, se i ka mës mi këthy, nuk i ka borgj. Me ta dhe që Allah i varrit familjen. Allah i varrit mës familjen. njët keq, bili për Hajde hecim dhe të. Po që sa orën kërri kam, do këtë jepi biljerë. Hajde po, hajde më stupi për Allah. Hajde. Dullo! Me që në të kuptoj si para 20 vjetë e kërtisha, dullo! Qka i të mu? Ratë mirë? Mirë të sija. Valla mirë me që. Hajde mrejna pa, Ja, hajde. qka me i mrejna as kof, as kur gjo, Ramazan shti. Po e di po, hajde pa. Ja, s'om zonë i vile që to pakës. Sëm të të marrë veç, valla, se dush. Hajde dalë me hecë. Ja, s'ki vakti me dalë me hecë. Valla, kam vaktën, hajde. S'ki be vakt me dalë me hecë, se ki me bo planet ti. Marrë çfarë planet në tonë të shtëpia, po kur shpinës ki planet, hajde dalë me si dush. Ngo dullo, ngo. S'ki vakt, se shtash, kur ti ishti mrejna, kur shkoj une, ti keme bo plane për darsmën e motrës. Ngo dullo. Une, Dritoni, Artoni, kina fol shumë gatë. Edhe ti kina siguru 4500 euro. Që ty darsmën e motrës me e kry pa asë një pik problemi. Edhe nisem po të thamë. Helbet, ndoshta jetë ngusht, prap, nuk dalim për pak për diçka, veç të unë e venë. A u kuptu? O, Enis, a e të di që të folë, Dullo, së më kalon mua logja, anë pësa gjerojnë, të di se knashën Ramazan. Edhe ngo, kitë falë edhe për Dritonit edhe për Artonit. Mas të ravijës, të kafja me na vizatu, sa e di për kur i hup. Mranë me na e fjallët që thojnë, shoku i mirë në ditë vështirë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. I falendëruar dhe i lavdëruar qoftë Allahu xhaleshanuhu, ndërsa selamet dhe përshëndetjet për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të
Të nderuar besimtar, ajo se çfarë pam nga ky skenar filmik, me të vërtet është nga ajo se çfarë pejgamberi i dashur Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka mësuar nga praktika e tij dhe nga suneti i tij. Dhe për më tepër është ajo se çfarë Zoti xhaleshanu kërkon nga ne besimtarët, që të jemi për krah njëri tjetrit në momente sfida, në momente sprovash. Andaj ajo se çfarë pam ne ka të bëjë me zgjidhjen apo të jemi për krah njëri tjetrit karshi sprovave dhe karshi derteve vllazërore. Të nderuar besimtar, Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëmadh na drejtohet të gjithë besimtarëve, duke kërkuar prej nesh që të jemi për krah njëri tjetrit. E bën në surën Maide, në ajetin e 2 ku na thot: Bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sadaqallahu al-azim. Drejtohet besimtarëve duke na thënë: o ju besimtar, përkrahni dhe ndihmoni njëri tjetrin në veprat e mira dhe në devotshmëri, dhe mos i ndihmoni njëri tjetrit në gjëra të liga dhe mangësi. Allahu xhaleshanuhu në këtë surë, në këtë ajet na drejtohet të gjithëve që ne duhet jemi përkrah njëri tjetrit. Ne duhet jemi çdo herë në momente sfidash dhe ballafaqimës. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na drejtohet në hadithin pejgamberit duke na thënë: Ben kana fi hajjati akhihi kana Allahu fi hajjatihi. Kush është në ndihmë të vllaut të tij kur ai ka nevojë, edhe Zoti xhaleshanu është në ndihmë të tij kur ai ka më së shumti nevojë. Vëllezër besimtar, ne besimtarët duhet jemi karshi dhe njëri tjetrit çdo herë. Duhet jemi sikurse ato tullat të cilat e shërbejnë për ndërtimin e një muri të fortë. Ne asese nuk mund të bëhemi shoqëri e fortë, po qëse nuk bashkëpunojmë, po qëse nuk jemi karshi njëri tjetrit dhe ndihmë të njëri tjetrit në momente sfidash, në momente provash. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam është ai i cili neve na ka ndërtuar Islamin me praktikën e tij, me thirrjet e Zotit fuqiplot. Dhe ne jemi sot këtu e shijojmë kënaqësinë e Islamit dhe të qenit besimtar musliman, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar praktikën e tij dhe ne, po qëse deri tani e kemi praktikuar, vazhdimisht do ta praktikojmë thirrjen dhe sunetin e tij. Të nderuar besimtar, ne duhet jemi ata të cilët çdo herë shikojmë mundësinë për të ndihmuar njëri tjetrin. Jo vetëm karshi sprova, por duhet jemi ata të cilët shikojmë mundësinë për të ndihmuar e jo për të arsyetuar. Kisha dashur të veçoj Abdullah ibn Maktumin, ka qenë një nga sahabët, nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë i verbër dhe ka qenë i liruar nga betejat. Mirë po në betejën e Kadisijës, pasi kishte vdekur pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Omeri radiallahu anhu ishte halife i muslimanëve, Abdullah ibn Maktumi e mori flamurin ashtu i verbër dhe doli para besimtarëve, doli para Omerit dhe tha: nëse unë nuk mund të luftoj, tha, unë mund ta barti flamurin. Gjë që me këtë na mëson Abdullah ibn Maktumi se njeriu vazhdimisht duhet jetë për krah shokëve, për krah shoqërisë, pa asnjë justifikim, pa asnjë arsye. Kemi shumë shembull nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe nga shokët e tij. Mirë po çse marrim edhe për krah hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, nuk është besimtar i mirë ai personi i cili flet përderisa fqini apo miku i tij është i uritur. Ishte Resulullah alayhi salatu wasalam ai i cili na mësoi Islamin dhe me Islamin praktikën e tij ka arritur deri këtu. Të dashur besimtar, në këtë muaj të sakrificës, në këtë muaj të Ramazanit, në këtë muaj të agjërimit. Ajo se çfarë kërkohet për ne është la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Edhe në ajetin e lartë të cituar, ne i thamë që Zoti kërkon për ne të ndihmojmë dhe përkrahim devotshmëri. Mos të harrojmë se devotshmëria nuk ndërtohet vetmas, nuk ndërtohet vetiju. Edhe devotshmëria nuk bëhet po qëse ne shmangemi ndaj botës, ndaj shoqërisë, ndaj vëllezërllokut. Por noi duhet jemi ata të cilët në momente sprovash, në momente ballafaqimës, jemi karshi tyre çdo herë. Të dashur besimtar, ajo se çfarë arrim ne, po qëse bëhemi krah njëri tjetrit ndaj sprovave, ndaj sfidave, është se e forcojmë unitetin shoqëror, vëllazërinë islame. E kënaqim pejgamberin, e kënaqim fillimisht Allahun xhaleshanu, pastaj edhe pejgamberin alayhis salam. Dhe kur dalim para Allahut xhaleshanuhu, pejgamberi alayhis salam, do fitojmë shefatin e tij.
Allah na bëj për atyre të cilët e fitojmë shefatin e pejgamberit alayhi salam me vepra me sunetet e tij. Dhe mbi të gjitha, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ne.